kryetari Fush Kosovës, Burim Berisha, ka luajtur futboll në këtë sallë, por salla nuk është lëshuar në përdorim. Një xham i drejtorës i cili ka ra në tokë. Ne po e vrejmë që punëtorit e kene kishë bo një maskem të pjesës së drejtorës për shkak se nuk është rregullu. Nuk është to pas në 2024 e as tash në 2025. Ashtu si ju treguam, së bashku me sallën e Miradit të epërme është ndërtuar edhe salla në Vragoli. Më 7 tetor 2021, kryetari Fush Kosovës, Burim Berisha, ka luajtur futboll në këtë sallë, por salla nuk është lëshuar në përdorim as në marsin e vitit 2025. Në vitin 2023, auditori në raportin e tij shkruante se në këtë sallë kaldaja nuk ishte lidhur fare, ka pikuar ujin nga kulmi dhe salla nuk ishte shfrytzuar nga nxënësit. Për shkak të këtyre problemeve, më 9 tetor 2023, Fush Kosova nënshkroi kontratë për renovimin e kësaj salle dhe të sallës së arteve marciale dhe asaj tek shkolla Selman Riza. Kompanisë ndërtuese, komuna i dha 70 ditë afat që t'i përfundoj punimet. Vlera e kontratës ishte hiç më pak se 157.603 euro. Shikues nderuam, jemi në shkollën Vëllezrit Froshi në fshatin Vragolit Fush Kosovës. Salla e sporteve në këtë fshat ka filluar me u ndërtu në vitin 2018. Së bashku me 2 fusha të tjera ka kushtu mbi 342.000 euro. Por në këtë sallë janë shfaq problematika vazhdimisht. Që mujna me po një xham i drejtorës i cili ka ra në tokë. Neve po na thojnë anonimisht që të gjitha xhamat në këtë sallë kanë problematikë të ngjashme për shkak se nuk janë vendosur si duhet. Këtu pe vrejna që ka mujt më rreziku, ka mujt me kanë nxans këtu, edhe me ra xhamin për mi, edhe ka mujt me pas pasoja shumë të mëdha. Po kjo sallë ka edhe një problem tjetër. Me një pjesë të kësaj salle pikon uji sa herë që ka shi. Janë dhonë mbi 340.000 euro në këto 3 salla, po zgjidhje e duhur nuk është bo. Pas vizitës së qershorit 2024, pritjet tona ishin që salla do të rregullohej shpejt dhe sipas dinamikës së punëve. Për me i vërtetu pritjet tona, sallës i bëm edhe një vizitë në mars 2025. Pas 8 muajve kena ardhur apet në sallën e edukatës fizike në Vragoli. Prej korrikut 2024 deri në mars 2025 kemi po që salla, edhe pse ka filluar më ndërtu në vitin 2018, halo nuk shfrytëzohet për nxënësve. Herën e kaluar kur na kanë xhami që atje o kon tokë, se kish pas ra. Tash po e vrejmë që punëtorit e kene kish bën një maskem të pjesës së drejtorës për shkak se nuk është rregullu. Në 2018 së bashku me këtë sallë janë ndërtuar edhe sallat në Miradit të epërme edhe Selman Riza, mbi 342.000 euro. Në tetor 2023 është nënshkru kontrata për me renovu këtë sallë së bashku me atë Selman Riza edhe të arteve marciale që ka kushtu mbi 157.000 euro. Krejt këtu kanë posë më krymën në 70 dite. Po, punimet përveç që janë vonu, na kemi posë që edhe mas ndërtimit edhe renovimit, edhe 2 herë kanë hi parën këtë sallë, është problemi me xhama, salla nuk shfrytëzohet për nxënësve, edhe po ashtu në një pjesë, në 2 pjesë të laminatit, e vërejmë që këtu është bo vol-vol, edhe është pas probleme edhe me dyshemen kjo sallë edukatës fizike e cila nuk është u përdor fare. Edhe salla e sporteve tek shkolla Selman Riza ka qenë pjesë të tenderit për me u ndërtu së bashku me Vragolin e Miradin e epërme. Këtë sallë kemi vizitu veç prej jashtë. Në shkolla kanë thonë që nuk e kanë marrë çelësin asnjëherë për shkak se nuk e kanë planuar teknikisht. Për këtë sallë, dokumentet e auditorit tregojnë se përveç që nuk ishte shfrytzuar, ajo nuk kishte ngroje, ka pikuar ujë nga kulmi, në disa pjesë laminati nuk ishte i vendosur, instalimi elektrik ishte demoluar, kurse afati për dorëzimin e sallës ishte 150 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës më 17 shtator 2018. Shikues nderuam, që kjo është salla e sporteve të shkolla Selman Riza në Fush Kosovë. Që kjo derë, e cila është njëna prej 3 hymjeve, për në këtë sallë është mbyllur. Të mbyllura janë edhe hymje tjera. Drejtori i shkollës na ka thonë që janë të mbyllura për shkak se akoma nuk e ka pranuar çelësin, se halo janë të kryj punimin këtë sallë. E pa shfrytzuar, prandaj edhe kontratë për renovimin e saj, bashkë me atë të Vragolis e sallën e arteve marciale.
70 ditë afat nga 9 tetori 2023, me u përfundu renovimet, por kur e vizituam përsëri në mars 2025, salla ishte e mbyllur dhe e pashfrytzuar. Kjo dhe nuk po hapet. Ngjashëm edhe dyert të tjera të kësaj sallë të edukatës fizike. Sallës të edukatës fizike të shkollës Selman Riza në fushë Kosovë. Nuk është hap as në 2024 e as tash në 2025, për shkak se nuk ka pranim teknik. 2018 ka filluar me u ndërtu kjo sallë edukatës fizike, së bashku me sallën në Miradit e epërme edhe atë në Vragoli. Të trija së bashku kanë kushtuar mbi 342.000 euro. Në bazë të dokumenteve ekskluzive që i ka gjetë Kalco.com, kemi marrë vesh se kjo sallë nuk është përdorur. Ka pas defekt në instalimin e energjisë elektrike, ka piku ujë nga kulmi, nuk ka pas ngrohje dhe ka mungu sistemi i ngrohjes, po ashtu dyshemeja ka qenë laminat si voldeti dhe e papërshtatshme. Më 9 tetor 2023 për këtë sallë, edhe atë të arteve marciale dhe sallës së edukatës fizike në Vragoli është nënshkruar një kontratë për renovimin e tyre, e cila ka kushtuar mbi 157.000 euro. Është planifikuar që për 70 ditë me u kryer këto renovime. Megjithatë, nga tetori 2023 deri më sot 12 mars 2025, kjo sallë nuk është hap, nuk është pranuar teknikisht, e nxënësit nuk e shfrytëzojnë që me e zhvillu orën e edukatës fizike në këtë sallë.